s'mundem me u pajtu me këto çka u tha. Mirë, po asnjëherë nuk është e pamoralshme dhuna që e bojnë burrat. Asnjëherë nuk është e pamoralshme vjedhja që e bojnë burrat. Asnjëherë nuk është e pamoralshme tradhtia që e bojnë burrat. Burrat nuk konsiderohen të pamoralshëm edhe kur dhunojnë gra apo edhe kur vjedhin. Shoqënia na nuk fol bashmir për çata burrat cilët ushtrojnë dhunë ndaj grave apo vjedhin. Nëse në shoqëninë tonë e dim një person që vjedh, kërkush nuk thot sa mirë po bën. Kjo s'ka ndodhur kurrë te na, as ma herët as tash. Po ashtu për një burr që e përdor forcën fizike ndaj grus, kërkush nuk thot ai burri i Zotit se përreh ke grun. Unë jam shumë e vetëdijshme që shoqënia jonë nuk është perfekte, por edhe tash s'kemi nevojë dhe s'mujmë me bo bashkë për 5 pare. Siç thot Gabor Mate, ne shpesh i lexojmë njerëzit dhe shoqërinë sipas plagëve tona. Kështu që ma mirë për secilin prej nesh kur japim mendim me analizu mirë edhe me u bind fillimisht që është realitet shoqnor, si dhuna ndaj grave apo vjedhja nga ana e burrave, sepse automatikisht mundemi me pas kundërefekt në audiencë. Kur ata e dëgjojnë diçka të tillë thojnë hajt se po vazhdoj që shtu po vjedhi se kokna burr, që shtu koka normë sociale mu llogarit normale. Atëherë çka?